Po, përshëndetje, përshëndetje, mirë dhe për të gjithë shikuesit të televizionit të shtatë. Ndodhemi këtu tek një ndërtesë banimi në Prishtinë, ku tash sa kohë banorët po përjetojnë, po përballen me një gjendje alarmante, ku sipas tyre një person me varësi ndaj substancave narkotike ka jetuar në këtë ndërtesë duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Po ashtu duke thyer objekte, ka sulmuar banorët dhe me gjithë që është ndalur nga policia, është liruar pa ndërhyrje të mëtejshme. Ne mundua me kontaktu me polici, por nuk ka pas përgjigje nga ata. I njëjti person ku me sa mora të dhëna nga banorët është pandim familjare, pasi që nëna dhe vëllai i tij jeton jashtë vendit dhe nuk kujdesen për djalin e tyre. Këtu afër vetes un kam një banor ku kam diskutuar me të dhe sa shqetësuese është kjo për të. Përshëndetje zotri Lulzem, faleminderit shumë për kohën e juaj. A mundesh me na tregu sa shqetësuese është për ju me pas me përballu këto gjëra, pra që po ndodhin në ndërtesën e juaj? Është shumë shqetësuese, personi në fjalë është shumë agresiv dhe i paparashikueshëm. Para një kohe i ka sulmu 2 banorë me lëndime trupore, njëri edhe ka mbajt gipsin në kam për shkak lëndimeve që i ka pas. Personin në fjalë i ka thyer xhama derën e hymjes edhe çdo herë ka dëmtuar edhe liftin, pra ne jemi në hall. Mas pari fëmijë duhet mi përcjell në shkollë non stop sepse kanë frikë me zbrit poshtë, mund gjitë në banesë, gjithashtu edhe bashkëshorten duhet me përcjell deri në parking të kjerë, sepse posaçërisht gratë, femrat janë shumë friksune, nuk guxojnë me lëviz për shkak se prania tina paraqet është një lloj kërcënimi për neve banorë. Prandaj kisha bë thirrje institucioneve që të merren me këtë person dhe mos ta lejojnë që të vendoset në banesën tonë, sepse sa ne lajmërojmë policinë, ata e marrin dhe pas një kohe ai prap vjen edhe flan nëpër korridorët e kësaj banesës. Pra që po thua që lajmërimi në polici nuk po bën kur gjë. Jo, ata po vinë për marrin, po mas një kohe ai prap pelirojnë edhe po vjen po vendoset nëpër korridor edhe po bën gjërat e paparashikueshme. Më tregova më herët që tek një banor e ka sulmuar në fytyrë. Po, në bashk derisa ai ka qenë në lëvizje në këtë rrugën këtë, ky pa pritur e ka sulmuar në fytyrë dhe ka pas zjarrderi në fytyrë. Me që rast ai ka thirrë policinë dhe policia janë të njoftuar për këtë rast. Me sa e dini që jetoni pra në këtë ndërtesë, personi i njëjtë ka hedhë poshtë edhe lavatriçën nga balkoni. Sa shqetësuese për ju ka qenë kjo, pasi e dini që edhe më pamje ka dalë tashmë? Po, është domethënë shumë shqetësuese sepse derisa ai banonte këtë në stop i godiste dyrë dhe nuk mund të flenim deri në mëngjes se është ushtima shumë e madhe. Një ditë e kum vrejt se i hodhte të gjitha gjësandet e banesës, prej kuzhinës, dyrëve dhe lavatriçën. Para mendoni me qillu dikush këtë përfune edhe çka kish mujt me ndodh kur i ka hodhur gjitha ato sande. Okej, ne tash na po shkojmë poshtë atje me pa nga afër se dëmtimet se çka ka dëmtu, se çyshe më tregove më herët, janë edhe këto lokalet këto që i ka dëmtu, për tashmë janë rregullu. Është dera hymjes banesës sonë, është kjo dritarja këtë që e kena rregullu na dhe i ka dëmtuar edhe do vetura, me çfarë rast policia e kanë njoftuar, edhe atë banorin, njëjtën ditë e ka sulmuar atë banorin të cilët e ka dëmtuar kam. Thatë që ai vjen çdo natë, këto ku është tash ai momentalisht? Për momentin duket qysh me lajmëroj një kojshi është në polici dhe shpresojmë që nuk do ta lirojnë. Pra ai tashmë është në polici? Po, për momentin, me sa di unë tash. Se që 2 ditë nuk e kemi parë, por zakonisht ai ditën largohet, por vetëm mbrëmje vjen, edhe flan në shkollë edhe prandaj na kemi frikë se kur çuan mëngjes me shku fëmia në shkollë, ai nuk është aty. Po. I nderuar me familjen e tij, a keni mujt me bisedu për shkak se disa banorë më thanë që nëna e tij më herët ka ardhur më shpesh këto, po tashmë nuk vjen. Unë personalisht nuk kam bisedu, janë do banorë që kam bisedu,
Po e me qenë se ka banu me qërana, nuk kemi mujt me ndiku me largimin e tine për kësoj ndërtese, kështu që mbetet tash të institucionet me marë. Sa vite ka jetuaj këtu me qera? Ndoshta 1 vit e gjys. Po, tash nuk jeton më? Pra jeton në... Jo, tash aja qera gjia ka ndru deren e ka largu për këtyjet, por nuk di ku jeton tash. Vetëm sa i vazhdimisht e ka mësu vendin, dhe si të lirojnë policia, vjen edhe vendoset të ndanë në korridor. Unë e pash që këto në hymjen e juaj është edhe një kopsht për fëmijë. A ka pas shqetësime në kopsht, a ka kriju ndonjë problem, pasi ata fëmijët e vogël nuk din... Shqetësime për këtyne mësuse këtë që e ndin frikson për fëmijët, prej tinat. Tash ma shumë mundën e mi pyta ata nëse janë gatshëm e deklaru për këtë rast. Tash na po hym këtu brenda, Amir Ajda, me po nga ofër dëmtimet që i ka sjell personi. Është ky domi këtë që e ka dëmtu, por na e kena rregullu. Këto, okej. Iniciativë banorëve, i kena mbledh paret, janë xhomet e do lokale këtu, edhe ato i kanë rregullu bizniset. Brenda ishin një 2 xhama i poshtë që nuk janë ende të rregulluar dhe po shihen mirë. Dëmtime. Këto e ka dëmtu. Ja, këto. E kena edhe videon për këtyne kamerave që është ai, dhe me thonë që ka thy këtë njëjtën ditë, po që shihet që ai e ka dëmtu. Edhe atë panelin e liftit e ka dëmtu, kështu që A shihet? Jo, e kena nresh, na vetë e kena nxit tre, se është nevojë për banorët edhe u dashnin mbledh paret për me rregullu. Edhe këtu tek dritarja e kopshtit, tek xhami i kopshtit, shihet që është e dëmtuar dhe që është një shqetësim edhe për fëmijët brenda, se ata nuk e din, pasi që janë të vegjël dhe nuk e din se çka po ndodh saktësisht. Ajda Amir, nëse nuk keni diçka tjetër? Berta, faleminderit shumë. Jo, natyrisht na interesoi pjesa nëse ka pasur të lënduar, por folje dhe tregoi banore. Natyrisht urojmë që institucionet të ndërmarrin masa, është shumë problematike kur jeton në komunitet dhe përballesh me situata të tilla dhe me persona të tillë të papërgjithshëm. Kështu që faleminderit për lidhjen edhe urojmë që të ketë zgjidhje sa më shpejt për banorët.